Detajet e reja kanë dalë në dritë nga atentati ku mbeti i varë Gilmando Dani dhe u plagos rënd miku i tij Muçi Shaliani, agenti i AMP-s prej 3 muajsh. Mësohet se autorët i kanë pritur para aeroportit dhe kanë lëvizur të 2 makinat paralel me njëra tjetrën. Më pas, nga makina, autorët kanë qelluar me breshëri plumbash. Mjeti Benz eci për disa metra dhe ndaloi nga të shtënat. Në atë moment, një nga autorët me kapele dhe i maskuar del nga makina dhe afrohet duke qelluar disa herë me pistolet. Pak sekonda më pas kthehet në makinë dhe largohen drejt fushkrujës. Shaljari ka një plak plumbi në kokë dhe gjendja e tij është kritike, teksa mjekët po bëjnë përpjekje për ta mbajtur në jetë. Po hetohet gjithashtu nëse autorët kanë pasur informacione të hollësishme për itinerarin e shënjestrave dhe kush ua ka servirur ato. Si ndodhi atentati? Gilmando Dani, 47 vjeç, dhe Muçi Shaliani, alias Sheqeri, 40 vjeç, sapo kishin bërritur nga Barcelona në Rinas, ku ran pre e një atentati mafioz pranë aeroportit të Rinasit. Të dy po udhëtorin me një mjet luksoz Benz, i bardh me targa AB099UO, kur u qelluan me breshëri plumbash sapo u larguan nga aeroporti. Ata kishin ikur në Barcelonë më datë 7 nëntor dhe mbërritën në Rinas sot, 11 nëntor, në orën 13:55 minuta. Atentati ka ndodhur 25 minuta më pas, rreth orës 14:20 minuta, në rreth rrotullimin e Rinasit, një zonë ku ka një trafik të rënduar. Pikërisht kjo rrethan i ka ndihmuar vrasësit për të shënjestruar objektivin e tyre. Autorët janë larguar me shpejtësi drejt fushkrujës, ku fillimisht ka ndaluar në fshatin Halil, ku kanë ndjekur automjetin që përdorëm në atentat. Distanca mes Rinasit dhe Halilit është vetëm 14 kilometra, çka tregon se atentatorët kanë vepruar me saktësi dhe plan të qartë arratisje. Brenda mjetit të djegur janë gjetur 4 armë që dyshohet se janë përdorur në atentat.